Sureja e Duha është një prej sureve më të bukura dhe më ngushëlluese të Kuranit. E shpallur për profetin Muhammed paqja qoftë mbi të, gjatë një periudhe kur ai ishte si në depresion, ndjente shqetësim dhe pikëllim. Kjo sure ofron mesazhe të fuqishme që mund të ndikojnë në mënyrë të jashtëzakonshme në jetën tënde. Po fillojmë me tekstin 93:1-11. Pasha mëngjesin e hershëm dhe natën kur përhapet qetësia, Zoti yt nuk të ka braktisur dhe as nuk të ka urryer. E ardhmja jote është më e mirë për ty se sa e kaluara. Dhe Zoti yt do të jap aq shumë dhe ti do të jesh i kënaqur. A nuk të gjeti jetim dhe të dha strehë, dhe të gjeti të humbur e të udhëzoj, dhe të gjeti të varfër e të pasuroj? Prandaj mos e trajto jetimin me ashpërsi, dhe mos e qorto atë që kërkon ndihmë, dhe shpall bekimet e Zotit tënd. Pra si mund të ndryshoj kjo sure jetën tënde? 1. Ngushëllim dhe siguri. Në ajetin e 3, Allahu i thot profetit paqja qoftë mbi të, Zoti yt nuk të ka braktisur dhe as nuk të ka urryer, sepse në këtë periudhë profeti Muhammed a.s. nuk merrte mesazhe nga Allahu të drejtë për drejta dhe ndjeheshte i braktisur. Ky është një mesazh i fuqishëm për të gjithë ne kur ndjehemi të vetmuar ose të braktisur. Kur ndjehemi shumë të larg nga Allahu, që na kujton se Allahu është gjithmonë me ne, edhe kur neve na duket se errësira na ka mbuluar. 2. Shpresa për të ardhmen. Ajeti 4 thot, e ardhmja jote është më e mirë për ty se sa e kaluara. Ky premtim ngre moralin ton dhe na ndihmon të përballemi me sfidat e jetës, pavarësisht vështirësive që po përjetojmë. Allahu na siguron se gjërat do të përmirësohen dhe do të jenë më të mirë se e kaluara jo. E 3. Mirënjohje për bekimet e kaluara. Ajetet 6 dhe 8 tregojnë se Allahu i ka qëndruar pranë profetit paqja qoftë mbi të në të kaluarën duke i siguruar strehë, udhëzim dhe mirëqenie. Këto ajete na inkuajrojnë të reflektojmë mbi bekimet që Allahu na ka dhënë në të kaluarën dhe të kemi besim në kujdesin e Tij për të ardhmen, sepse e ardhmja do të jetë më e mirë se e kaluara. Dhe Allahu do të japi aq shumë dhe ti do të jesh i kënaqur. E 4. Thirrje për veprim. Në ajetet e fundit Allahu na udhëzon që të mos e trajtojmë jetimin me ashpërsi, mos e qortojmë atë që kërkon ndihmë dhe të shpallim bekimet e Zotit. Këto janë mësime praktike që na mësojnë të jemi të përkujdesshëm, të dhemshur dhe të mirënjohës, duke ndihmuar të tjerët dhe duke ndarë bekimet tona ne jo vetëm që i afrohemi Allahut, por gjithashtu gjejmë lumturi dhe qëllim në jetën tonë.